Dolce po jetonte një nga ato mëngjese që nuk harohen lehtë, një mëngjes që duket sikur e ndjen në shpirt që në çastin kur hap syt. Drita e diellit hynte but nga dritarja, duke pikturuar muret me ngjyra të ngrohta, ndërsa ajri mbante një qetësi të ëmbël. Ajo lëvizte me hapa të lehtë, plot hir, sikur çdo lëvizje e saj të ishte pjesë e një vallëzimi të padukshëm. Në shtratin pranë, partneri i saj i ri flinte ende i qetë dhe prania e tij i sillte një ndjenjë sigurie dhe gëzimi të rrallë. Dolce u ndal për një çast, duke e soditur me admirim të sinqert. Në zemrën e saj kishte mirënjohje për guximin që kishte pasur për të nisur këtë rrugë të re, për forcën për të lënë pas të shkuarën dhe për butësinë me të cilën po e përqafonte të tashmen. U përkul ngadalë dhe e puthi në ballë, një puthje e pastër, e mbushur me ndjenja të thella dhe respekt. Ishte një puthje që fliste më shumë se fjalët, një premtim i heshtur për kujdes, mirëkuptim dhe dashuri. Kur ai hapi syt dhe e pa, buzëqeshja që ju shfaq në fytyrë ishte si një dritë tjetër që u shtua në dhomë. Ata shkëmbyen një shikim të ngrohtë, të sinqert, ku lexohej qartë lumturia e dy njerëzve që po ndërtonin diçka të bukur së bashku. Pa u nxituar, Dolce ndezi muzikën, një melodi e butë, plot ndjenjë, dhe tingujt filluan të mbushnin hapësirën. Duke i ftuar të lëviznin, ata u ngritën dhe nisën të kërcejnë së bashku, fillimisht ngadalë, pastaj gjithnjë e më të lirë, duke u përshtatur me ritmin e njëri tjetrit. Kërcimi i tyre ishte i natyrshëm, i sinqert, si një dialog mes dy shpirtrave. Dolce shkëlqente në çdo hap, eleganca, ndjeshmëria dhe forca e saj e bënin momentin edhe më madhështor. Ajo ishte frymëzim, një grua që dinte të dashuronte jetën dhe ta shijonte çdo çast me zemër të hapur. Partneri i saj e shikonte me admirim të thellë, duke ndier se kishte pranë dikë të veçantë. Në atë mëngjes, kërcimi nuk ishte thjesht argëtim, por një festë e fillimeve të reja, e shpresës dhe e besimit. Çdo hap ishte një pohim se